Ky serumi Galadori, që është një brand korean për flokët profesional, është duke bërë namin TikTok, është super viral, kështu që unë thash, dua ta provoj. Që e dini, unë nuk kam një rutinë specifike për flokët, kjo është dhe arsyeja sepse unë gjithmonë ju kërkoj juve mendim për produkte të mira dhe një hair care të mirë fillt. Fun fact është që flokët e mi nuk janë të drejtë, janë onde dhe kaçorela, por unë i kam shkatruar duke i drejtuar me tharse dhe me pjastër. Si që dhe më thoja, unë akoma nuk kam gjetur një rutinë të mirë fillt për flokët, por që unë kam zbuluar këtë serumin që e pash në TikTok, mund të them që floku ka filluar të më përmirësohet pak për sa i përket majave të tjekura dhe shumë të dëmtuara që i kam nga pjastra dhe nga tharsja. Jo nuk di t'ju shpjegoj juve nga ana shkencore se si ky serum funksionon, di vetëm që ky ka 3 komponentë bazë për flokë të shëndetshëm: kolagjeni, keratina dhe proteina. Aplikoj këtë serum pas çdo lari, pasi kam vendosur shampo, balsame dhe i kam shplar flokët, marr këtë enën e vogël dhe mbush në raportin 1:1, pra 1 serum, 1 ujë, i vendos te kjo enë, i përzi derisa merr trajtën e një maske në formë kremoze. Duhet të trashet. Është gati. Tani do ta aplikojmë te gjithë gjatësia e flokut. Prisni nga 10-20 minuta, por sigurisht unë do pres 20 minuta se do sigurohem që maska ta bëj punën e vet. Pastaj do shplaj flokët me ujë të rrjedhshëm, do t'i faj do t'i pre me tharse, do t'i bjerë shumë pak vetëm pjesës para me pjastër. Kjo është gjendja e flokëve pasi i shtriva. Tani janë shumë të buta, edhe pse nuk keni se si ta kuptoni ndjesinë. Janë shumë të shkrifta dhe shkëlqejnë super shumë. Realisht ka shumë shkëlqim. Wow! Wow, nuk kam fjalë për këtë serum flokësh.